Nën presion, Bytyqi pranoi, Rama u kërcënua duke shtrajtuar nga Thaçi dhe Thaçi pastaj mori në pyetje të ndaluarit me Sabit Gecin, Thaçi u referua të ndaluarve si rrugovist mohonin Ibrahim Rrugovën, të cilin do të trajtojnë si tradhtar. Rreth datës 24 qershor 98 në shtabin e UÇK-s në Breshans, Hashim Thaçi u bëri thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës Abdyl Ramës dhe Bytyqit që të jepnin dorëheqjen publikisht nga udhëheqja e LDK-s në pozicionet e tyre të udhëheqjes në udhëheqjet e LDK-s dhe të jepnin një deklaratë të regjistruar ku mbështesnin UÇK-n. Nën presion, Bytyqi pranoi, Rama u kërcënua duke shtrajtuar nga Thaçi kur nuk pranoi kërkesat e Thaçit. Karakterizimi mbrojtjes së Thaçit i provave që kanë të bëjnë me rolin e zotit Thaçi në këtë incident nuk cënon në provat konfirmuese relevante, përfshirë ato mbi të cilat mbështetemi në paragrafet 394 dhe 395 të dosjes tonë. Parashtrimet e mbrojtjes së Thaçit lidhur me këtë incident shpërfillin në veçanti fragmentet relevante nga marrja në pyetje e dëshmitarit nga marrja në pyetje e dëshmitarit W03832 i përmendur për shembull në paragrafet 350 dhe 351 të dosjes tonë. Parashkrimit e mbrojtjes së Thaçit shpërfillen gjithashtu kuptimin e drejtë për drejtë të qartë të provave relevante, siç janë ato apo dëshmive, siç janë ato të dëshmitarit W04410, të librit të tij, ku siç mund të shihni në ekran ai ka shkruar për shembull Hashim Thaçi, kënguli që u ka jo vetëm duhet të jepte qëndrim apo mendime të fuqishme dhe vendimtare lidhur me UÇK-n, por ai kishte rezervat e veta. Ai donte të thoshte atë në një mënyrë që të mos i imponohen nga dikush tjetër. Rreth 2 muaj pas këtij incidenti, Recep Selimi ishte pranishëm dhe mori shënime, ndërsa i ndaluari merri në pyetje një rikoc. Në përputhje me shembuj të tjerë të ndalimit nga pjesëtarët e UÇK-s, në këtë rast, në prani të Selimit, ky i ndaluar u mor në pyetje lidhur me bashkëpunimin e pretenduar të tij me zyrtarë serb. I njëjti person i ndaluar u rrah në mënyrë të ashpër dhe të përsëritur në të njëjtin ndalimin. Në kohën e ndalimit e këtij ndalimi në Likoc, Likoci ishte tashmë përdori si shtabi i shtabit të përgjithshëm, secili shtabi i përgjithshëm, dhe aty ishin mbajtur të mbaheshin takime, mbledhje të shtabit të përgjithshëm, të akuzuarit të vizitojnë atë vend dhe të mbaheshin takime ndërkombëtar. Në muajin vijus, në shtator të 98-s, të dy, Recep Selimi dhe Thaçi, u përfshin në një tjetër incident gjatë të cilit i ndaluarit u morën në pyetje duke shtrajtuar. Thaçi dhe Selimi arritën në një zyrë lokale vendore të LDK-s në Qerez, ku një delegacion parlamentar me pjesëtarë shqiptar të Kosovës mbahej ndaluar nga pjesëtarët e UÇK-s. Selimi dhe të tjerë transferuan 13 antarë të delegacionit në një ndërtesë të shkollës e përdorur nga UÇK-ja në Bajic, ku një grup i antarëve të maskuar të UÇK-s i rrahi ata në mënyrë të ashpër gjatë të paktën 6 prej të ndaluarve. Thaçi pastaj mori në pyetje të ndaluarit me Sabit Gecin, Thaçi u referua të ndaluarve si rrugovist dhe institucionalist dhe kërkoi që ata të jepnin dorëheqje nga pozitat e tyre parlamentare dhe të bënin deklarata me shkrim ku mohonin Ibrahim Rrugovën, të cilin do të trajtojnë si tradhtar. Thaçi ju tha se të ndaluarit ishin keq trajtuar dhe ai pa lëndimet e tyre vet. Thaçi dhe Sabit Geci transferuan të ndaluarit në Krasmirovsk, ku Geci në pranitë Thaçi kërcënoi që të vriste një viktim dhe Thaçi vet kërcënoi një tjetër. Përpjekja mbrojtjes së Thaçit për të bërë të vlefshme në mënyrë ligjore mbajtjen në ndalim apo ndalimin e delegacionit, duke referuar kompetencave të ZPS-s për të ndaluar sipas ligjit që rregullon funksionimin e kësaj gjykate, është simptomatike e natyrës jo logjike dhe të palogjikshme të parashtrimeve të mbrojtjes lidhur me këtë incident.